Faleminderit për ftesën. Cilat janë trejat e fundit dhe çka raportohet aktualisht në Shqipëri lidhur me çështjen e cilën po diskutojmë sot? Po, në fakt Bledi është një ngjarje, duhet thënë, e rëndë për shkak edhe të ndalimit të këtyre personave, bëhet fjalë për tre shtetas të cilët sipas edhe mediave serbe janë me inicialet AS, EV, EG dhe AC, janë katër shtetas, më falni. Dhe në fakt gjatë ditës së djeshme është njoftuar nëpërmjet mediave dhe ajo çfarë është më rënda për momentin është se nuk ka patur ende një reagim nga ana autoriteteve shqiptare në lidhje me ndalimin e këtyre personave, të cilët të paktën sipas edhe komunikimeve që janë bërë në mediat e Serbisë, këta katër shtetas kishin shpalosur bluza me motive kombëtare në rrjetet e tyre sociale në territorin e Serbisë, çka në fakt shpeshherë pra këto lloj rastesh janë kthyer në tema diskutimesh nëpërmjet media të ndryshme dhe kjo ka bërë që të ketë edhe një reagim në fakt vetëm në rrjetet sociale dhe vetëm në mediat mund të themi të Serbisë, por në mediat shqiptare është bërë një publikim shumë i vogël dhe në fakt kjo është një ngjarje shumë e rëndë që sa herë ka raste të tilla të mos ketë një reagim nga ana e institucioneve, siç janë institucionet e drejtësisë, ambasadat që kanë lidhje të drejtë për drejtë me këto raste dhe në fakt është një ngjarje pa precedent, duhet thënë që shteti i Serbisë sa herë ka publikime të tilla me motive kombëtare në territorin e tyre, pra ka një ndalim të këtyre personave. Nuk ka shumë informacione në lidhje mbi atë se çfarë po ndodh me këta me një automjet të tyre në territorin e Serbisë dhe ku janë ndaluar më pas nga autoritetet atje, pikërisht nga policia e Serbisë, në lidhje pra të paktën çfarë është komunikuar në mediat serbe ka qenë thjesht për këto shpalosit e këtyre simboleve, bluzave dhe flamurit të Shqipërisë në territorin e Serbisë dhe madje në rrjetet sociale, pra nuk ka se janë ndaluar në një territor dhe ata kanë nxjerr bluzat dhe kanë shpalosur flamurit kombëtar. Kjo më pas është konsideruar si Kjo më pas është konsideruar si akt i nxitjes së urrejtjes nga autoritetet atje dhe provokim ndaj qytetarëve serb. Në anën tjetër desha të pyes sepse këtu në Kosovë shpeshherë ne raportojmë dhe trajtojmë tema të tilla pikërisht edhe në emisionin tonë të mesditës, ku ndalohen shqiptarët e Kosovës pikërisht për ngjarje të ngjashme dhe për posedim të dokumentacioneve të cilat deri diku tregojnë se të njëjtit kanë qenë të përfshirë në luftën e Kosovës. Në anën tjetër ka pas raste të tilla ku është raportuar se shqiptarët e Shqipërisë janë ndaluar nga autoritetet serbe për çfarëdo arsye. Po, unë mendoj se nuk është rasti i parë që janë këta katër shtetas shqiptarë të cilët janë ndaluar në territorin e Serbisë. Ne dim shpeshherë që ka raste të ngjashme si me shteta si shqiptarët e Kosovës, të cilët ndoshta janë me numër më të madh që mund të ndalohen, por e njëjta situatë ndodh edhe me shqiptarët e Shqipërisë, të cilët kur ka raste të tilla pra të ngjashme, ku ata shpalosin flamurin kombëtar të Shqipërisë, qoftë jo vetëm në ndeshjet, sepse jemi mësuar shpeshherë të ketë reagime të tilla kur shpalosin simbolet e hymnit ton kombëtar, pra të flamurit shqiptar në ndeshjet siç ka qenë Shqipëri-Serbi apo ndeshjet e tjera, por raste të ngjashme ka, siç ndodhi edhe rasti më i fundit, pra ka patur edhe raste të tjera. Por çfarë bën më tragjike, duhet thënë, këtë rast përveç ndalimit nga ana autoriteteve të Serbisë është mos një reagim i shpejt i autoriteteve shqiptare, qoftë i ambasadave apo edhe organeve të tjera ligjvatuese mbi motivet, arsyet, sepse ndodh që shpeshherë këto shtetas të ndalohen pa bërë ndonjë shkelje, sepse shpalosja
e simboleve kombëtare nuk është shkelje me stadion Bledi. Dhe në fakt, për hir të vërtetës, këto gjëra duhet të sqarohen mes dy shteteve dhe pikërisht edhe mes shtetit të Kosovës, po ashtu edhe mes Shqipërisë, për shkak se jo vetëm Kosova tashmë mund të themi ka një farë lufte, nëse mund ta quajmë thonjza mes Kosovës dhe Serbisë, po tashmë edhe Shqipëria, duke qenë se sa herë ka shpalosje të këtyre simboleve të bluzave apo diçka tjetër, ka raste që të ndalohen dhe për nxitje të urrëties, si mund të themi, të këtyre motiveve kombëtare. Dhe kjo nuk është nxitje e urrëties, por është një shpalosje sepse bluzën e kombëtares apo bluzën e futbollistëve të Shqipërisë apo të Kosovës mund ta mbajë secili prej nesh të veshur dhe mund ta shpalosë në rrjetet sociale. Dhe nuk është një tupim që mund të jetë bërë në shtetin e Serbisë, më falni, dhe të ketë nxitur urrëtie kombëtare kjo gjë. Dhe kjo është shumë e rëndë, duhet thënë. Ndoshta pak më vonë në panelin ku do diskutojmë dhe do sqarohet nëse me të vërtet përbën provokim apo jo. Megjithatë, Martin, ka pasur ndonjë reagim nga familjarët e të arrestuarve, kanë kërkuar ndihmë nga shteti, sepse ne e dim se dytë kohë më parë, në fakt muaj më parë kur janë arrestuar kosovarët, janë mbajtur atje për muaj të tërë. Në fakt, unë nuk kam informacione se ka pasur reagim nga familjarët e 4 personave të cilët tashmë janë të ndaluar në Serbi dhe qëndrojnë në paraburgim atje, por ajo çfarë duhet të bëjë një reagim mbar popullor do të ishte e gjithë Shqipërisë, e gjithë Kosovës për të reaguar në mënyrë masive, pasi nuk është rasti i parë, thash edhe në krye të herës, por përveç